me zbulu diçka të re, me hap një dimenzion të ri të kuptimit të botës dhe jetës njerëzore. Islami nuk e mbyll njeriu që të mbetet brenda suazave që i ka zbulu deri tash, po kërkon vazhdimisht që ai të hulumton, të shikon. Ne edhe vetveten tonë ndoshta nuk e kemi studiuar aq sa duhet. Po jo, është e vërtet se Allahu xhaleshan thotë wa fi anfusikum afala tubsirun. Nafton që të shohim në horizonte, po të shohim edhe në brendin ton. Por ne edhe horizontet nuk kemi arritur të shikojmë sigur të tjerët, po edhe në brendin ton ta shikojmë ashtu siç duhet dhe kemi ngel në shikimet sipërfaqësore të gjërave, siç e ka përmend rahmetliu Ali Iljazi doktori, ku thonte ne kënaqemi me zërat dhe ritmet e bukura të leximit Kuranit, kurse të tjerët thellon në brendin e tij dhe nxjerrin margaritarët tanë. Dhe kjo është ajo fatkeqësi, por ne mendoj se duhet që të dyjat. Jo të anashkalojmë leximin, por leximit t'ia shtojmë kuptimin, analizimin, zbërthimin, meditimin dhe nxjerrjen e mesazheve dhe urtësive dhe më pastaj edhe të njëjtat i vendosim në jetën tonë praktike.